Mirë, le të kalojmë tek dekada tjetër, jemi në vitet e 20-ta. Pra, sot jam 20 vjeçë dhe jeta më tret, 10 vite të tëra, 20 deri në 30. Ju thoni, tronditja ime nuk kishte të përshkruar kur babai më mori në telefon dhe më dha atë lajm. Cili ishte ky lajm? Tani, unë gjatë periudhës së studimeve universitare në përgjithësi kam qenë student shumë i mirë, kam mbaruar me rezultate shumë të larta universitetin dhe është e vërteta me ato ndërrimet që studentare, kur je student i mirë, si unë dhe kishte edhe shumë shok, sepse kursi jonë ka pasur studentat të shkëlqyer. Nuk po i përmend se janë njerëz persona të njohur. Dhe gjithë pristim që e para një ëndra e parë ishte Tirana, mase na mbajnë këtu në Tiranë, mase rrotullohemi këtu në ndonjë cep të Tiranës, që është ëndër universale të gjithëve. Atëre shumë, atëre duhet kishe lindur me këmish që të rije në Tiranë. Dhe po thash atëre, sidoqoftë, me qenë që dhe rezultatet i kam, edhe këto kushtet e tjera që kërkonte ajo kohë, biografia e kujtun që kërkonte, i kisha normale, kështu që mendohet pak ndo kthejmë në qytetin tim, domethënë në një nga shkollat e mesme. Në të vërtet nuk ndodhi kështu. Babai erdhi në Tiranë, u interesua te Ministria e Arsimit dhe mori në telefon dhe më thotë që je emëruar në Tepelen. Një tronditje jashtëzakonshme në Tepelen, s'kisha qenë kurrë ndonjëherë në jetë, vetëm në gjeografi e kisha dëgjuar që ekzistonte si qytet. Në fakt, Ministria, unë e them gjithmonë, më ka bërë një nder shumë të madh. Më çoi në Tepelen, po nuk e di aty pasaj e solli që gjeta fatin e jetës time, pa përsëritshëm. Me bashkëshorten tuaj. Aty po, aty, me bashkëshorten time, edhe gjithmonë që them, më ka bërë nder, them që gjeta një njeri shumë të mirë me të cilin, siç edhe herë të tjera e kemi biseduar. Po, e vërtet, ja kjo është një foto ku jeni të dy bashkë, jeni në Tepelen. Këtu në Tepelen, është lumi i Vjosës, sa po jemi fejuar, sepse ajo ishte nxënësia ime, edhe ne duhet Se prisim... ju shkuat profesori filozofisë atje? Po, në gjimnazin e Tepelenës, Ariana atje ishte nxënëse. Dhe këtu është momenti që pasi kam mbaruar provimet, ne kemi bërë një farë mënyrë dhe fejes të zyrtare, sepse ishte punë e rrezikshme ajo, punë e marrëdhënies mësues-nxënës. Edhe këtu kemi dalë në kur sapo kemi qenë fejuar. Shumë e bukur. Në fakt, është e vërtet. Ju dhoni më dha atë lajm u tronditët, po ja pas ka vlejtur. Është e vërtet, prandaj thonë që jo çdo e keqe vjen për të keqe, nga njerë vjen dhe për të mirë. Sigurisht. Do të kalojmë tek vitet e 30-ta. Në ç'është periudhë jeni njohur me bashkëshorten tuaj tek të 20-ta, domethënë si vazhdoi më pas? Prind, jeni bërë për herë të parë në atë dekadë? Në të 20-tat apo pasi keni bërë 30? Jo, unë jam bërë prind në moshën 26 vjeç, domethënë në 30 vjeç. I takonte sërish dekada e tretë, 20 deri në 30, këtu jeni bërë dhe prind gjithashtu. Dhe prind, domethënë të dy çunat, njëri ka lindur në 80-ën dhe tjetri ka lindur në 82-shin. Domethënë u bëm prindër, u martuam në 79-ën dhe pastaj kemi dy fëmijë të cilët tani kanë vazhdojnë jetën e tyre, ata janë bërë prindër, kanë gjyshë, na kanë bërë dhe gjyshër, qoftë djali i madh dhe qoftë i vogël. Bukur. Mirë, le të kalojmë tek dekada tjetër, dekada e 4 e jetës së profesor Gëzimit. Vitet nga 30 deri në 40, pra në këtë moshë, le të themi, dhe ju thoni, e shoqëroni pra me këtë fjali. Krejt papritur erdhi ajo që prisja, epoka e lirisë. Po. Kjo është periudha më dinamike dhe më e vështirë e jetës time. Më e vështirë e jetës time. Domethënë edhe tani më emocionon, sepse ishte një periudhë ku ne ishim duke e pritur. Keni parasysh që të jesh intelektual, të kesh dëshira për të studiuar, të kuptosh botën, qoftë dhe në mënyrë periferike, aq sa kishim ne mundësi dhe ndërkaq të ishe në një izolim total. Fjala vjen, Rudina, të mendosh që deri në moshën 37 vjeç nuk isha kapur dot një libër me dorë në fushës tonë. Se këta të shkencave të natyrës, matematika, fizika, kimia, edhe u liej ndonjë libër për ta prerë. Po libër filozofie, libër politologjie, libër sociologjie, nuk mund ta kapje me dorë sepse natyrisht do ishte dënimi do të ishte shumë i jashtëzakonshëm. Po ju them vetëm një fakt, në këto vite nga 70 do me thënë, në vitet e 10, kur regjimi e zbuti pak luftën e klasave dhe ne na lejoj që të bënim ndonjë abonim. Dhe unë jam abonuar atëre në revistën Vaprosej Filosofi, me që lexoja dhe rusisht. Ishte një botim i Universitetit të Moskës. Libra komunistë ishin. Por sidoqoftë flitej për Freudin.
flitej për Jean-Paul Sartrin. Pra në çvit jeni abonuar ju? Në vitin, para vitit 1973, para plenumit të 4 para. Edhe më vini 100... Po ishin prishur marrëdhëniet me Ishin prishur marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, por siç e bënte regjimi atë, dhe unë më vini në çdo 3 muaj 4 numra gjithsej, nga 40 lekë të vjetra në 160 lekë, se mbaj mendsi tani. Me erdhën 3 numra, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Kishte leksione shumë të bukura brenda regjimit komunist, dhe ato po sidoqoftë, siç të thash, flitej përmendej Kanti, përmendej Hegeli, përmendeshin filozofë të tjerë që ne nuk filozofë të Francës, edhe duke i kritikuar, por ne një pjesë të madhe të njohurive, kur erdhi në 90-ta, një pjesë të madhe të njohurive i kisha marrë nëpërmjet kritikës. Pra në një farë mënyrë e kthyem këmishën nga ana tjetër. Edhe e ndaluan ata, dhe unë mërzita shumë na i ndaluan atë revistën për shkak se idet, ku diun liberale ato që ishin asaj kohe. Kështu që në ndrimin e sistemeve, patët të rinë të lexonit gjithçka. Është e vërtet kjo. Dhe dyta, në këtë periudhë kam pasur, është periudha ku unë një pjesë kohë kam qenë i angazhuar politikisht. Jam marrë me politikë këtë periudhë. Është një periudhë. Po ju pyes për cilën parti, sepse me që jemi në kohë fushatë, dhe s'e përmendim se... Po ishte kohë e vështirë, dhe ajo periudhë që unë kam qenë, keni parasysh që Vlora e atyre viteve të para, të viteve 90, ka qenë një qytet turbulent, ku përplasja e forcave politike ka qenë shumë e ashpër, ku në një farë mënyrë reagimet edhe të majta dhe të djathta kanë qenë shumë të forta. Unë përgjithsisht kam qenë partizani tezës but, e kam konsideruar dhe konsideroj politikën teatr që të përplasen idet dhe jo të përplasen njerëzit. Po këtu është dolin që aty është një miting jashtëzakonisht i frikshëm është bërë, sepse ne dolëm ky stadiumi, po një ulurim atë poshtë që kundërshtarëve ishte, dhe këto kanë qenë shumë të vështira. Ka pas raste kur... Pastaj pse latë politikën? Unë e kam lënë politikën dhe jam i lumtur që e kam bërë këtë gjë, që është e vërteta, sepse thot një filozof gjerman, një politolog gjerman, politika është një lloj kënete, thot. Jo me këtë koncept e kënetës sotshme, ishte një kënet, në qoftë se do të jesh i pastër, mos u fut në të. Ndryshe, të futesh në kënet dhe dalësh i pastër është e pamundur. Unë e kuptova që nuk isha i përshtatshëm, sepse ato gjëra që kërkonin nuk ishin për natyrë, nuk ishin për formatin tim. Unë e kam menduar në një farë mënyrë, thash stop me politikën dhe kam bërë shumë mirë. Pra një farë mënyrë të bën pis politika, këtë doni të thoni? Në përgjithësi, kjo politikë që luhet tu tek ne nuk të lë të jesh i pastër, ose të bën mediokër. Të bën mediokër në kuptimin që i detyruar të nënshtrohesh koncepteve të atyre, dhe mos kesh individualitet, po të shikosh vetëm në mënyrë makiaveliste, të përdorësh mjetet për të arritur qëllimet e tua, qoftë merkantiliste, financiare, apo qoftë nepotike etj. Unë kam qenë me këto gjëra i papajtush. Dhe kjo ka qenë pika e kthesës time në profesion. E ndala, thash, Gzim, ti nuk e punë me këtë punë. Futi profesionit. Dhe, që është e vërteta, keni jetuar më mirë. Absolutisht. Jo vetëm atë kam arritur, jo vetëm i qetë, po kam arritur gjërat që të paktën e ndjej vetëm të kënaqur. Nuk se kam arritur ndonjë kush e di çfarë, se do thonë njerëzit çka ke arritur. Ato që kam arritur, e rëndësishme është që ndjej veten të kënaqur me atë vepër që kam bërë, me atë punë që kam bërë. Njerëzve komunitetit shqiptarëve i keni shërbyer. I kam shërbyer. Me punën tënde të shmuar që keni bërë gjatë këtyre viteve, edhe sigurisht mirënjohja ju shprehur, në momente të caktuara, secili në mënyrën e vet, po edhe me titujt më pas jeni. E them gjithmonë këtë që tani duke qenë jashtë politikës si kam kontribuar në këtë profesion, që nga ai që lyen këpucët. Edhe deri tek ata që janë ministra, kur më takojnë në rrugë ose kur më shikojnë, gjithë respekt dhe gjithë vlerësim. E kjo s'është pak. Plus që nuk kam qenë kur materialist. Nuk them se si kam qejf parat, se nga njerë qeshin. Për shembull, kur dal nga televizionet, ata të lagjes time thonë, profesor, po u shqepen në lekë, thonë, ku do i qosh lekët që merr nga televizioni. Nuk e kuptojnë që për shembull mund të vishë edhe pa para. Pra s'është paraja gjithçka. Megjithatë, unë dhe bashortja kemi punuar, kemi qenë të suksesshëm, kemi pasur aq të ardha sa për të jetuar me dinjitet dhe mirë, pa privacione.